Do me thonë që dalë në cilësinë e qytetarit, ka disa nivele të zhvillimit. Do me thonë, nëse diagnostikohet herët, mund të keni cilësore, mund të krijojnë familje, mund të punojnë, mund të jetojnë normal, por nëse në një fazë më të vonshme, mund të penalizohen më shumë. Forma e përcakton ecurin, do me thonë gjithmonë këtë 80% që e ka këtë formën e zakonshme të sklerozës multiple është më me fat, nëse mund ta themi. Kjo forma tjetër mund të jetë jo aq mirë në përgjigje ndaj terapisë dhe pashmangshëm kemi edhe në kuadër, do me thonë skleroza multiple duhet nënkuptohet edhe si një diapazon i gjatë. Fatkeqësisht, secili ose shumica e të diagnostikuarve në fillim, asociacioni i parë që krijohet me sklerozën multiple është shkopi, paterica dhe karoca invalidore, fatkeqësisht, sepse ashtu ka qenë deri para 10 ose 20 viteve, kur nuk kemi pasur terapi për qetësimin e smundjes ose për mbajtjen në kontroll të smundjes. Por tash nuk do të thotë që secili sklerotik është i definuar që të përfundoj në këtë mënyrë. Dhe kur thash diapazon, atëherë duhet ta kemi parasysh që sikur se një pacient me diabet që diagnostikohet, që mund t'i gjejmë raste që 20 vite me diabet e kanë të kontrolluar diabetin dhe nuk kanë komplikime të diabetit, kemi edhe persona diabetik që janë diagnostikuar 5 vite, por që kanë zhvilluar gangrenën në shput, kanë të amputuar kamën, kanë probleme me veshk, njërin sy mund ta kenë humbë për shkak të diabetit. E kështu me radhë. Do thotë edhe në sklerozë multiple kemi ecuri të mira, ecuri më pak të mira, ecuri mesatarisht të mira, ecuri të rënda, ecuri të butë, ecuri agresive. Kështu që nuk mund ta fusim në një thes të gjithë pacientët me sklerozë multiple.